Nuk di me bo zhurmë. Çka bën me e korrigju listën e veteranëve? Policët që kanë qenë të involvuar në rastet e hetimeve, këta i kanë degradu. Abdullah Hoti e ka shu task forcën antikorrupsion kur ta ka hetu kryetarin e komunës. Kjo është hipokrizi, çka po thu? Atëherë është fillu një reformë ma thellë. Reformë. Shqipja e ka fjalë. Me Faili po akuzon për veprime që kanë ndodhur para 70 vjetë, 10 vjetë. Çka keni bo? Çka keni po. Jeta të lutem. Se unë nuk muj me folë. E para nuk kam zonë. Se kam zonën edhe nuk di me bo zhurmë. Seriozisht. Ja lem të flasë, mandej le të sulmon qa donë. Këta janë që 5-6 vjetë në pushtet. Çka bon pra me ndryshu situatën, çka bon me i korrigju që ato që këta tjertë i pas kanë bo gabim, çka bon me e korrigju listën e veteranëve, sepse ajo është në kuadër të qeverisë, qeveria ka hartu atë listë, që 6 vjetë, cili është hapi që këta e kanë bo me e spastru atë listë. Çka bon këta me e kthy Elezin në Prishtinë, ose me i forcu do, në thojza, po thëmë do Eleza, do prokuror këtu, që ata pastaj me mujt me indjek rastet korruptive. Përkundrazi, policët që kanë qenë të involvuar në rastet e hetimeve, këta i kanë degradu për mjaftu një mesazh edhe atyne tjerve që guxojnë me ndërmarrë veprimet të tilla. Kështu që ka kalu bra ajo koha 20 vjet. Hajde të pasim për 5 vjet e kalume, edhe çka kemi me bon tarmen se këta e pom që dështu. Ministri yt Abdullah Hoti e ka shu task forcën antikorrupsion kur ta ka hetu kryetarin e komunës, kur ta ka arrestu. Ju vetë keni kriju, vetë keni tentu me shumë momentin kur një kryetar të komunës jau ka arrestu. E tash po më thënë edhe jau ka denu edhe për 3% jau keni pas akt akuza. Më falë, kjo është hipokrizi çka po thu. Ne po ndërhyjm, ndërsa ju vetë task forcën antikorrupsion e keni shu, keni tentu me shu. Po, sepse atëherë është fillu një reformë ma thellë. Reforma si ju ka hetu, si ka ndodhë reforma Shqipe, si ka ndodhë reforma kur ju hetu një arrestun ju. Apo përret bërë me fajt lutë më zbë zhurëm, sepse vetë zhurëm e ka bërë. Sinqerisht, me zhurëm nuk fshihen dështimet e këtyre 5 viteve të fundit. Me zhurëm nuk fshihen aferat korruptive të 5 vite të fundit. Me zhurëm, me akta akuza se çka ka ndodhë para 10 vjete, nuk fshihen dështimet e këtyre 5 viteve të fundit. Ju keni dosë me shumë 2021-ën. Dështim për herë të parë sankcione. Me Fail, për herë të parë raporti i progresit shënon regres. Shënon këthim mbrapa me shumë. Për herë të parë akuzohen ata që dojnë me rrit transparencën, si që janë gazetarët. Për herë të parë, po pra, si që janë organizatat të shoqërisë civile, si që janë gjyqësori, cilët prap ju a bëni raporti kondërkombëtar për gjyqësori. Tregoj popullit. Cili raporti për gjyqësori çka thot? Përveç që nuk e respektoni. Akuzojmë sepse në raportet ndërkombëtare thotë është i politizuar dhe i korruptuar.